Miq të Agon Channel dhe të Agon Land që po na ndiqni në këtë rubrikë tepër interesante, duhet ta them me shumë vërtetësi që unë tani më jam zhvendosur në një botë tjetër, në një botë ku relaksi, luksi, po për më tepër eleganca dhe sharmi i detajeve të vogla na bëjmë që të ndjehemi të ndërruar se po jetojmë vërtet një parajsë të cilën dora njerëzore ka krijuar. E pra, jemi në Swiss Diamond Hotel, në një vend ku standardet janë ato të cilët bëjnë që botë kuptimi ynë rreth jetës dhe gjërave të bukura në të ndryshojnë. Miq të Agon Channel dhe të Agon Land, kemi kënaqësinë që në këtë fundjavë të zhvendosur në destinacionin tonë më të ri, Kosovën, siç është Swiss Diamond Hotel. Pranë meje kam menaxheren e marketingut, ajo është Albana Ruçi. Çfarë ndodh me gjithë këtë perandori? Hoteli Swiss Diamond u hap në 2011, është një investim shumë i rëndësishëm, jo vetëm në hoteleri në Kosovë, po mund të them me plot gojë në gjithë rajonin. Ne i kemi ndjerë të gjitha këto përkëdhelje pa diskutim, klasin e atyre 5 yjeve që në momentet e para që jemi mikpritur nga gjitha detajet dhe mirësjellja e stafit dhe pa diskutim ambientit për cilin është investuar shumë. Përveç të qenit një investim i rëndësishëm, biznesi është një investim i rëndësishëm edhe për imazhin e Kosovës. Cilat janë prioritetet dhe ku synoni ju të përqendroni punën e padiskutim shërbimet tuaja? Qëllimi ynë kryesor kur u hap hoteli ishte që ta kthejmë në një qendër biznesi. Hoteli ka 140 dhoma dhe suita që në rajon përveç pishinës së mrekullueshme që ka aty brenda, ofron shumë shërbime të tjera, masazh, mund të përmend një veçanti, kemi dhomën e kripës dhe të akullit. Dua të të pyes pak për detajet e vogla që ti, menaxherja e marketingut, kuron. Imazhi është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për individin edhe për mua personalisht, por edhe për hotelin, për atë çfarë ne duam t'i ofrojmë klientëve. Kështu që ne, jo vetëm unë, por i gjithë stafi ynë, që është shumë profesional, jemi shumë të kujdesshëm për të kuruar imazhin, sepse është impakti i parë që kanë klientët sa po futen në hotel, është me personelin. Albana është ndër ato shqiptare të cilët kanë vendosur të lënë vendin e saj për gjetur një bashkëpunim të ri dhe për dhënë kontributin e saj në një mënyrë tjetër, edhe pikërisht të vi nga Shqipëria në Kosovë, vendosur prej 1 viti e gjys për të realizuar punën e saj. Si ka qenë kjo eksperiencë, kjo kohë e kaluar larg vendit, ndoshta ku ti ke shpenzuar pjesën më të madhe të jetës duke punuar dhe duke dhënë kontributin tënd në një vend tjetër në një mënyrë tjetër? Mua më duket vetja sikur jam në shtëpinë time.